Majka. Maksimalisht. Hadi deri të në pak në vrap. E djallë, hen. Okej? Dhe shqede majka. Bravo, bravo. Tash më onash e shtrin komën vesh drejt. Në do me mojt komën drejt. Ti me shkute tjetëri. Veç bëne me dorë. Botëm. Është dobimi i fundit para ndeshjes zyrtare për kualifikimet e Evropianit që fillojnë shtator dhe është një farë mënyre selektimi i fundit për futbollist, cilëve ka mjaft një numër, cilëve u kemi dhënë rastin të dëshmohen. Edhe këto dy ndeshje ndaj Maqedonisë, njëra në Prishtinë me 28 dhe e dyta me 31 në Shkop, po shpresoj që kam na shërby që të selektojmë më të mirët. E para, të imponojmë një karakter, një mentalitet, një disiplinë, se çush duhet prezantohet fanela dardane dhe pastaj edhe rezultatet do të bijnë. Do të insistojmë që sa më tepër të kemi disiplinë, karakter dhe unitet pa budallime se njëri është më ajo apo tjetri. Domethënë, duhet ta kemi një skuadër e cila do të jetë një për gjithë për një. Nasët Minceski Mëri për telefarë shteti, atmosfera stash për stash o shumë mirë. Janë disa dojlitarë 3 kanë ardhur, po besoj se bashkëton edhe bëjmë mirë. Edhe për shto dy lojë na këtë si mu kanë lojë misore, si mu kanë kvalifikim, na kemë sef mi fitu. Edhe ta shqyrëmi shto dy ditë me bani të rinjë të mirë, edhe me të mërkurën atër me një fitore më shku atër Maqedoni që tonën, edhe me nuk kalëzua edhe atë se dhe me fitu. Bravo, bravo! Sot është dita e parë e stërvitjes, jena gromullu këto në Kosovë, kena me lujt ja di loja kundër Maqedonin. Jam shumë i lumtur që luj për Kosovën, edhe kam e dhënë maksimumin. Grumbullimi i fundit, para lojës, para kualifikimet kundër Romania dhe Spanjës. Doket se kena pas dy lojë shumë mirë, edhe jena gatshëm për ata lojë. Kosova është në zemrën jam, se bobi lind këto, këj familja janë lind këto, edhe po, kena pas të lojë shumë mirë me Unis Nishat, tash qyrim lojën kundër Maqedoni. Ja, skot, dojnë, hajde. Ki martirën me një. Bravo, bravo. Ej, ja ke lanë. Ej!